ka çelur Siparin, edicioni 13 i Festivalit Folklorik Tipologjik i Vallës Burimore në Lushnjë. Në këtë edicion marrin pjesë 16 grupe folklorike konkurruese nga të gjitha trevat të Shqipërisë. Pas paradës tradicionale të grupeve pjesëmarrëse nëpër rrugët e qytetit, të pranishmit janë përshëndetur nga grupi i këngëve dhe valleve të qendrës kulturore Lushnjë. Qytetarëve të shumtë dhe grupeve pjesëmarrëse u ka uruar mirëseardhjen në qytetin e Kongresit kryetarja e bashkisë zonja Eriselda Sefa. Të nderuar miq të ftuar, të dashur bashkëqytetar, më lejoni që në emrin tuaj t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë artistëve, t'ju uroj mirëseardhjen në Lushnjën e Kongresit, në Lushnjën e Artit, por patjetër edhe në Lushnjën Mikpritse. Jam shumë e lumtur që këtë traditën e bukur të festivalit ne po e vazhdojmë dhe këtë vit është eventi i 13 dhe patjetër që kjo nuk është thjesht një event artistik, por është një udhëtim i gjallë në rrënjët tona kulturore, përmes tingujve të instrumentave të ndryshme, përmes valleve të cilat ne i ruajmë me shekuj, por patjetër dhe përmes kostumografisë tonë kaq të bukur, e cila paraqet dhe historikun e secilës nga trevat tona, ne arrim të ruajmë dhe të mbajmë identitetin ton kulturor. Dhe patjetër që Bashkia e Lushnjës do të vazhdojë t'i mbështesë, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të ruajmë rrënjët e të parëve tonë, të ruajmë folkun tonë. Prandaj, jam e bindur që në këto 2 net ne do të kalojmë mbrëmje shumë të këndshme dhe më lejoni që t'ju uroj shumë suksese të gjithë artistëve që janë pjesëmarrje në këto 2 net të festivalit, por patjetër më lejoni që t'i bëj dhe një falënderim shumë të madh drejtorit të Qendrës Kulturore të Vepritarive Folklorike, zotit Niko Therja, i cili është gjithmonë pranë për të na bërë që këtë festival ne ta realizojmë në performancën më të mirë të mundshme. 8 grupe performuan në natën e parë dhe 8 të tjera do të konkurrojnë në natën e dytë, ku do të ndahen dhe çmimet nga një juri e specializuar. Drejtori artistik i festivalit, zoti Niko Therja, ndër të tjera përmendi faktin se ky festival ruan traditat, kostumografinë dhe vallën burimore të trevave shqiptare. Gjeografia pjesëmarrëse është nga gjithë Shqipëria. Ne kemi ftuar grupe përmes institucioneve të këshillave të qarqeve, njëkohësisht të bashkive, me të cilat ne punojmë dhe ushtrojmë aktivitetin tonë. Vijnë nga gjithë Shqipëria, nga veriu në jug, janë të organizuara grupet, të cilat janë të ndara 8 natën e parë dhe 8 natën e dytë, pra kemi 16 grupe. Njëkohësisht do kemi për një prezencë artistike, për një interpretim, një bashkëpunim që dua ta theksoj dhe ta vlerësoj me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe ansamblin e valleve dhe këngëve popullore që do të jenë nesër në skenë. Por është e rëndësishme që ne vijojmë ta mbajmë gjallë këtë festival tipologjik dhe të traditë të bukur, e cila hap dyert për të 13 edicion radhas në qytetin e Lushnjës. Do të jenë 2 net të mbushura me aktivitete për sa i përket vallës burimore, kështu që jam i lumtur të them që arritëm dhe këtë vit të organizojmë dhe të ruajmë atë pjesën e organizimit të traditës tonë, pra një në 2 vite të organizimit të gjitha aktiviteteve, përfshirë dhe festivalin folklorik tipologjik kombëtar të vallës popullore burimore.